Jemi rikthyer sërish në transmetim të 3x3. Po vazhdoj edhe pak minuta të transmetim. Për arsye se si Debora këtu është e rrallë në qytetin e Elbasanit dhe më duhet të shfrytëzoj këto momente e mbylla transmetimin e parë sepse kamerat u veshën në tetën e Deborës, kështu që pamja vizuale ishte shumë e keqe. Atëherë po më vendos pak muzikë në background. Vendos pak muzikë sepse në vitin e parë besoj se kishte zhurmë, kështu që shpresoj që tani të dëgjohem më pastër. Ka ndruar edhe pozicioni e filmimit. Jam në një kënd ku nuk kap shumë era. Terreni shumë i rrezikshëm. Është transmetimi pozakontë ky për faqen tonë, se Debora këtu është rrallë. Unë po nxitoj të marrë sa më tepër. Shikoj që interneti ka shkëputje, e diçka që nuk është në dorën time kjo. Tani do më duhet të pastroj pak kamerat, sepse mendoj që ka bllokim të lentes nga rreshta. Ana është problemi i rrjetit celular, kështu që ndaj edhe sinjali ikën.
Atëherë përshëndes miq nga qyteti i Elbasanit. Shpresoj që kjo dëbor tjetë dhe në kryeqytet, pranë Tiranë, sepse unë sapo të marr informacion që në Tiranë ka filluar dëbora dhe nisem direkt për atje. Kështu që ju përshëndes gjithë në këto pagje nga Elbasani. Ju falenderoj që qëndroni me mua live. Nëse dëshironi më të bëni subscribe, mund të shpërndani linkun e transmetimit. Kështu që ju përshëndes dhe ju uroj shikim të këndshëm. Tashmë ka pushuar dhe era. Deri diku ka pushuar dhe presioni i erës. Shpresoj që mos keni erë. Më duhet të pastroj kamerën her pas here. Travel kit. Po, nuk është keq, mos të kapi dëbora. Por dhe ishte dhe mirë mos kishte erë. Tashme ka pushuar dhe era deri diku, kështu që kjo e favorizon edhe filmimin. Kemi shumë presionere. Kështu që atëherë vazhdojmë në rrugën drejt qendrës. Do doja të kisha edhe disa imazhe përfundimtare aty, sepse unë dhe pak do të qëndroj në live stream. Do pastroj pak kamerën, sepse dëbora ka tokuar lendet. Shikojmë edhe pemët cilët
Imazhet të cilat ndodhen TV. Më vjen keq. Pak metra. Shikoj që kemi probleme me rrjetin, transmetimit të rrjetit celular, kështu që do të ndjes. Ndjes për ngecjen e figurës, por kjo është problemi i rrjetit. Kemi edhe shumë të cilët bëjnë drift. Tashmë ka filluar të shtohet numri i qytetarëve të cilët kanë dalë në shesh. Është vetëm pak metra drejt qendrës. Transmetimi nuk është shumë normal, ka shumë lëvizje figura sepse ka shumë erë, kështu që kërkoj ndjes për këtë gjë. Këto janë mundësit e xhirimit në kushte të tilla. Janë shumë të sakta, incidentja të ishte nga dëbora. Në këtë momente më duhet pastroj pak lentën. Gjithsesi do të ishte prapë.
Paradise, përshëndetje, nëse erdhe. Traveler mund të vendosësh Instagramin, link. Por mund të shkruash temperaturën edhe vendodhjen. Përderisa je moderator. Po pastaj edhe pak fare lenten. Sepse tashmë janë në krahun të të erës. Kështu që pra ju përshëndes me këto pamje kaq të bukura nga qyteti i Elbasanit. Është ditë në Dëborë sot këtu. Dëbora ka filluar që para një ore sa. Janë pamje të cilat ndodhin në rrallë në Elbasan. E duar të qosja nuk është ftohtë, fare nuk është ftohtë sot. Paktën kam ftohtë. Nuk e di, ndoshta nga që janë duke xhiruar, janë emocionet e punës, gjithsesi. Nuk është. Atëherë shikoj që interneti ka pak probleme,
Gjithsesi, shpresoj që t'i bëhet çiko të pastër. Mua më duhet të ndaloj dhe të rifutem sërish në transmetim. Po ana këtë drejt, në momentin që kamera kthehet selfie mode, zëri im ikën, kështu që do të më duhet t'ju përshëndes. Ju përshëndes gjithëve nga Elbasani. Si që shikoni, kemi një ditë shumë bukur sot këtu në qytetin e Elbasanit. Është një ditë me dëbor. Është një ditë e cila është e rrallë, thuaj se ndodh një herë në vit ose një herë në 2-3 vjet këtu në qytetin e Elbasanit. Kështu që unë nxitova të dilja për të bërë këtë live stream. Shpresoj që video t'ju ketë pëlqyer. Unë do të rifutem sërish në lidhje sepse kam një problem me internetin, kështu që duhet të ndroj kartën SIM dhe të vendos internetin e. Atëherë vazhdojmë. Do t'ju thoja të gjithë që pas 3 minutash do të futem sërish në transmetim.